Emisioni Një kafe me lavë mbështetet nga Prishtina Ticket, Aria Petrol, Pavin Cafe, Teljaku Dental, Valone. Rasisht e nisëm bashkë me lumin e me taulantin këtë pjesë këtu sepse është dita më e veçantë dhe dita më e bukur që sot i kushtojmë atyre të cilët fakt na japin dashni, na japin lumturi, na japin vullnet për jetën, fëmijëve. Ditë 1 qershori, dita e tyre, edhe sot emisioni Një kafe me lavën i kushtohet pikërisht atyre. Unë jam falendërues dhe me fat sepse pjesë e jetës teme, pjesë e ditëve të mia të lumtura, buzëqeshjes teme, ndërsa papajësisë të tyre është edhe roa e gëzon edhe ajo sot 1 qershorin, urime bab, jo vetëm për ty, por për gjithë fëmijët e botës kudo që janë, urime dita juaj e veçantë që është dita nesër e cila vjen, e sonte festohet bashkë me lumin me taulantin, festohet bashkë me ju nëpërmjet emisionit Një kafe me lavën. E bukur sonte sepse unë kam Helenën e Djeza Kolgecit, e kam Emen e Genta Osmanit, e kam Artin e Arjan Havollit që është në pult këto momente, e kam Lurnin e Alban Mehmetit. Kështu që natë e bukur, natë e veçantë do t'jetë për mu edhe për ju shikues. Po e thëmë pse e veçantë dështë edhe për mu, sepse është era e parë që unë diçka bëj kuadrë të emisionit Një kafe me lavën, që ju kushtoj edhe kam të ftuar fëmijë. Asnjëherë deri më sot s'kam pas në kuadrë të emisionit Një kafe me lavën fëmijë të ftuam, por sot unë i kam pjesën e parë ata, pjesën e dytë i kam prindërit e tyre. Ariani e pamundshme me qenë bashkë me mu në tavolin, po do t'jetë në realizim gjithë shkafit. Shikues mi dashur, unë jam falendërues Prishtina Ticketit, sepse udhëtoj kudo në botë bashkë me ta. E realizojnë ndërtimet, fluturimit kudo. Por Prishtina Ticketit i bashkangjitet edhe Pavin Cafeja. Aromën që ma jep gjithmonë edhe tek studio e emisionit Një kafe me lavën, por po ma jep aromën kudo që po jam, sepse në për shumë lokale tashmë Pavin Cafeja është pjesë e tyre. Jam e fat sepse jam pjesë e Aria Petrollit, sidomos në Arllat, nëse unë shkoj drejt Pejes apo drejt Prizrenit, kur të kthejna në Alna, më furnizona me karburant, marr energji tek restorantet, e shijoj kafen, edhe pasaj nisna vit drejt Prishtinës. Jam poshtu me fat sepse në Prime transmetohet emisioni Një kafe me lavën. Prime Travel është pjesë e pandashme e tashëtutje e imja. Duhet s'pari t'i besoni, e nëse keni besimin, mund t'hyni t'a rezervoni pushimin tuaj ku do një me kalu pushimet verore. Por njëkohësisht, unë jam me fat sepse Valonën e kam pjesë timen të pandashme,
por edhe buzëqeshjen e kam të mrekullueshme, falë Teleaku Dental, që është pjesë e imja, pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Jam me fatë sepse rrëtona nga një ekip i mrekullueshëm. Faleminderit Berat, faleminderit Enis, faleminderit Arjan, faleminderit Hajdar, faleminderit Ekrem, faleminderit Flori, po një faleminderit me veçantë për këta dytë që javë për javë janë pjesë e pandashme imja. Me krijesën më të bukur të Ruzullit toksor me fëmijët, unë do t'jem këto momente i ullën bashkë me ta, pas një gjingle shumë të shkurt, me këtë këngë të bukur do t'ja nisim edhe me ta. Faleminderit Lumit, faleminderit Taulantit që janë pjesë e kësaj natë të bukur dhe veçantë, po më e veçantë është tani këto momente edhe për mu shikues emisionit Një Kafe me Labin, shikues radio televizionit 21. Unë kafën e kam përgatit për veti, po për këta kanë lanë që për shkak se me pi kafe, zakonisht neve na kanë thonë gjithmonë na del bishti. Ajo del bishti me pi kafe? Jo. Jo. E neve na kanë mashtru kështu për para. Kështu gjithmonë na kanë thonë, na del bishti. Sa e bukur është që këtë natë të bukur edhe të veçantë tash më tepër data 1 sheshori që po e paraprim, domethënë, që nesër veç ka fest, domethënë fëmijët kanë fest, edhe unë sonte në kuadër të emisionit Një Kafe me Labin e kam Helenën e dashur. Helen, faleminderit që je pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Je me mua sonte, a ki me kalu mirë? Po. Po. Arte, mi se erdhe Një Kafe me Labin. Është kënaqësi që na bashkë sonte. Ki pret me kalu mirë ajo? Po. Po, edhe ti po. Okej, Ema Zamër, mi se erdhe. Mirë të alti. Vjen mirë. E Lurën, faleminderit shumë që të kam në pjesë emisionit Një Kafe me Labin. A je okej ajo? Po. Qka e një ka qetë sonte? Pse e një ka qetë? A dojme po pak zhunë? Ha? Jo, zoj me boqë. Qka dini për datën 1 qershori? Kush pjanis? Okej, hajde. Që dita fëmijëve. Dita fëmijëve. 1 qershorin, që shë kaloni, Helen, që shë kaloni 1 qershorin? Mirë. E kalon me prender, apo del, ki qef me dalë me shëtit, ki qef me marrë me aktivitete? Me prender. Me prender ki qef. Okej, për ty, Arte, që ki qef me kalun? Shumë mirë, edhe kaloj mirë edhe kam qef më marrë me aktivitetet të ndryshme për fëmijë. Po, cilat janë për shembull aktivitete? Po për shembull me dalë në qesh, me festu për 1 qershorin, me vizatu, plot gjëra tjera. Okej, bravo. Ema, për ty qësh është? Unë e dalë me prind edhe me motrën tem që e kam, ose shkoj në i kam, po ma shumë ri me prind. Ma shumë ti me prind edhe me motër knaqë. Luni, ti? Unë e kaloj 1 qershorin me prind edhe me motrën tem të vogël edhe me vën tem. Shëtitu më për Prishtinë dhe knaqëm. Luni e bu me motër tash, qëfar ndjeni esh me bu? Shumë mirë, shumë e bukur edhe është e vogël. Bravo. A ka ndonjë dëshirë që kërkoni zakonisht ju për 1 qershor për më plotësu prind, cila është dëshira që zakonisht e kërkoni? A keni ndonjë dëshirë? Unë?
Po, qka ki dëshirë ti? Unë kom qef me shku të Pristina Mall, kom qef të formulat ato që janë të vogla, kom qef me kalu babin gara. Me kalu babin gara. Arti, për ty, Helen? Unë ka i vësh me prëndër në shash. Në shash, dhe më tonë ki qef në shash, po parku në gërmisa e ke dëshirë? Jo, dhe më tonë sheshin, kryesisht sheshin. Oke, Arti, për ty? Unë për një qërshor këm qef me shku në Prishtina Mall edhe me bli Lego. Lego me bli, bravo. Për ty, ma? Unë këm qef ku dush me shku, po mu ma shumë të këm qef në i kanë për shambull me shku në i kanë Shqipni ose në i kanë edhe me shku në deti. Bravo, dhe me tonë. Detin, e përmende detin, sa jeni adhurus detit? Kush e do në detin? Hej, Helena, Helena me njerë ngrej dorën. Helena e do në detin për shkak që e ka edhe shtëpin në Ulqen. Kështu që Helena kryesisht, dhe me thonë, e kalon verën këtë në deti. Helena, qësh është me qenë pjesë e detit? Qësh është me qenë me muj? Ti me muj rinë gjatë sezonës verës në Ulqen? Mirë, në armom jam e ka kop në pashk edhe e ka puth, e tani e ka qitë prap të uje. Dhe me thonë, e ka nëzonë peshkun, mami, e ka puth peshkun edhe ka lëshu prap të uje. Kështu sa e bukur është, ti të rëgove që shkon të deti, po e donë? Detin, po. Ki qef me ndajt në deti? Jam konë shpesh, ama nuk kem konë ba shumë. Do me thonë, me shku ma shumë donë. Oke, Arti? E pëlqej ditën, po ju shumë, so në kem qef ma shumë me dollë camping në malë edhe ma shumë burë. Ma shumë burën e du. Skimin, dhe me thonë ti Po, për e dajqa. skim. A din me skiju mirë? Se kom provu. Helen, din not mirë me bote? Po, Ha? po, E je mirë shumë not, apo jo? po shumë. Shumë e mirë. Leon, për ty deti apo skijimi? Unë kom qef detin, me lut me top në deti, po edhe bazenin e kom qef. Edhe bazenin, dhe me thonë. Ema për ty? Vish detin, dhe me thonë. Nuk e pëlqen borën? Nuk e pëlqen ftoftin? Mu më pëlqen bura. Që pëlqen bora? Edhe skijoj. Qka po më interesant ashtë i gjatë dimnit, kur ka borë shumë? Qka pëlqeni? Pëlqeni me mbaru ndë një tardalec? Po, ka njëherë, unë e marrë dhe ja gjim motrës emë. Njëre ki vra komën? Wow! E kam halo shejen. Hala e kishe e në kam që ka vra kamën. Judit, me skiju? Me skiju ma. Me skiju. Me skiju kom ma shumë qef, po dhe kom qef me gjithë vlonë të me borë. E puna një pas borës. Unë shumë me gjithë babën ta me borë. Po, edhe ti. Okej. Më tyrja kom gjujti. Po të kafsht, që sheni me kafsht? Arte, që sheni me kafsht? Shumë mirë. Shumë Çka të mirë. I pëlqen? pëlqej kofsht edhe më shumë natyrën e pëlqej edhe kofsht. Te kafsht, cila kafsht pëlqen? Luani. Luani, bravo. Natyra pe luanave. Helen, ty çka të pëlqen? Lipre. Lipri. Qa, keni ndoni Kër kafsht? shkoj ka në ardhë edhe i shkoj këtë firma. Te firma, por më duket se një qenush e ke më shpe, apo? E dënë shumë? Po, edhe një e kena të gjyshja. Edhe një të gjyshja. Po këta që kene në shpe, a maj mirë kërë shpe, a të gjyshja? Të dëtë, ama kë që i kena shpe është pakës ma e vogël, i ka 2 vjatë, edhe shumë gicë, nërëm ka gicë këtyrë. Ama të ka gicë për dashnis, apo? Unë e kom shtërëngu shumë se e kom doshtë. Okej, dhe me thonë, që ata që i kishtë rëngu shumë, edhe që ata dhe me thonë, e donë shumë. A ke qenë të shpija, pa? Jo. Jo, po kam qef me posë një. Ke qef? Ma me s'lan. Po më lanë, ama më ka thonë kërrit është ma shumë. Edhe din më shumë përdes ma shumë. Po. E dhe me thonë të pëlqen qenë, a i ledhaton? Qysh? A i ledhaton me po rrugë do një qenë, a i ledhaton qenë? Po. Bravo. Arti, e dhe në qenin? Po, po dhe ma shumë mocat. Ma shumë macën, wow. Të dëtë, po pak ma shumë macën. Pak ma shumë, a u shqenë macën? Ke macën më shpe? E kom pas një moc, po ka ikë. Ka ikë. E zakonisht macat vinë të shpija, shpeshere kalën Po, robot. vinë. Ju shqenë kur të vinë? Po, Okej. Bravo. Lërën, qka dënë? Unë mu pëlqen mas shumë të qeni, po unë i kom pas 3 zësh, një kanarin e 2 pagolla, po
Më ka ngurë krejt. Po. Si kom qitë bëllu ushqim. Babi jo që ka bënë? Qëfar profesioni ka babi jo? Ta e din? A ishtë këngëtar, më pëlqen shumë. E në të gjanë këngët e babit? Po. Qëka din ma shumë për babin? Është njëri shumë mirë, e ka personalitetin shumë të mirë, edhe zonin e ka shumë të mirë. Zonin e ka shumë të mirë. Babim kënon vetë? Jo edhe me vllain e vetë. Okej, që ka një vllavi vetë? Fidan. Fidan. Haxhi Fidan. Edhe Haxhi Fidan e ka zonin shumë të mirë. Po. Okej, bravo. Ema, din ti për nanën? Që ka bën mami? Mami del në televizor edhe në fol një herë kom po me një këngëtar, me një nanë dhe me një babë dhe me një djallë, edhe tani ata kanë kënu. Kanë këndu. Din ti me këndu? Ju. Nuk din me shtu, po e ki ndo një këngë që të pëlqen që e ki favorite? Keca janë dë qika edhe ata kënojnë edhe mu më pëlqen edhe gjithë të thëmë babin kër shkojnë në shkollë gjithë të thëmë a mund është me malëshu. A mund është me malëshu? Qysh, a din refrenin e asaj këngë, qysh është ajo këngë? Kecaj si di shumë, po lese. Okej, e të puna tek puna e mamit. Të ka pëlqy mami kur ka dalë në televizion? Po, shumë e bukur ka dalë. Shumë e bukur ka dalë. Po. A ki qef mami me vazhdu me televizionin? Po. Çfarë ndjeni është kur të mamin për shembull e shikojnë njerëzit të rrugës kur delin e thonë, wow, ti që në ke televizionit, është e mirë me pas mamin e famshëm? Po. Po, e mirë. Arte, babi që ka bënën? Regjisor Po. edhe kamerman. Kamerman edhe regjisor. Kush po të gjiron tani këto momente ty? Kush po të realizon ty? Kër në kom realizim tash këto momente? Babin. Babin. Aja, qëmë një puq babit prej këtuhit, prej misionit një kapën kabin. Ariana Vollë është në pult atje, kështu që Ariana faleminderit shumë për realizimin për gjithë shka. E çfarë djeni është babi është edhe gallatën shpe. Babi bën edhe zhurmë shumë po mdoket, se me neve bën zhurmë gjithmonë. Po. Ha? Po. Është babi zhurmë shumë ai urt. 50-50, okej. Helen, mami jëtë qka bën mami jëtë edhe qka bën babi, tash po më intereson edhe për babi, okej? Babi jam lu në basketball, e mami jam nërë ka pënu në zyre, po tash ka nërë shkon në zyre, ka nërë vësh pënu në lapton. Okej, tash të rëgëm, e din kush ka qenë mami jëtë? E din që ka qenë femna ma e bukur shqiptare dhe vazhdon tjetë akoma ma e bukura? Po. E pëse s'pes të ush këta për të vjerë mare, për të vjerë? Jo. Bravo. Kush ju bërtet ma shumë të shpia? Mami a babi, a ka bërtima po jo? Të dëtë. Ha? Të dyta? 50-50. Të ty? Ma shumë bote, po të dëtë. Të dytë. Po të vjabë more. Arti? 50-50. 50-50. Luni? Babi pak ma shumë për gjithë për ajgare. Të rëgëm, a bëni shar jo? Po. Ha? Po. Të më bëni shar, Ka ha? Ka njerë bëni shar. A është mirë me bo shar? Jo. Jo. Për ata egziston edhe pak brima të shpija, për shkak që ju dyni me qenë kujdes, që mas me bo dhe shere shumë. Se kur bëni shere shumë, atëre neve na duhet pak mu bo nervoz me juve. Okej, në shkollë, sa mësën në shkollë? Sa mësën në shkollë? Unë jam bërë zonë si mujit e më konë. Dhe më të në zonë se mujit, ki qenë dhe më të në shkollë, okej? Arte? Unë mësoj shumë mirë, po mas shumë të mësoj për njeri dhe natyra edhe për shkencat. Okej, mësanë. Më të jenë zonë si mirë në shkollë? Po. 5 që kryesisht? Po. Ndo një notë ma dëpt jo? Jo. Mësë më gënje se e për Sarjanin. Jo. Okej. Helena, mësën mirë? Po. Po ta donë shkollën? Po. Je vajzë mirë në shkollë? Je ndëgjanë mësusën? Po. Bravo. Notat 5 që? Me ylla, merë ylla zemra? Qka merë Ka ma shumë? nërë ylla, ka nërë zemra, ka nërë përshpasha. Bravo. Luri?
Unë jam këse e mirë me mësime edhe me sile, për Londën e preferume kam edukatën fizike. Më thonë do në sportin? Po, futbolin. Futbolin e dan. Futbolisti favorit jote? Kylian Mbappe. Okej, Helen, e don futbolin a basketbolin? Të dëtë, pa ma shumë pa qanë gjimnastika. Gjimnastika. Po më duket ma shumë basketbolin. Cili është basketbolisti joti preferum? Bobi jam. Bravo. Arte? Futbolin? Basketbolin? As basketbolin note. Notin e dan. Po. Shkon not? Kam qenë. Ke qenë not? Po. Je notari mirë? Po. Bravo. Bravo. Ema? Dhane e du notin shkajnët. E do notin shumë? Po. E din not mirë? Po. Bravo. Keni mendu kur të rriteni që keni mu bo, cila është dëshira, cila është ëndra, hajde, okej? Mësuse. Mësuse. Pse mësuse? Se di, vesh, shumë gëmë qafë, si të shkajnë në shpe, luj. Tane fëmijët bërtesën, a i sigurt. A i sigur se fëmi Tane apëshet? letranuhin. A i sigur? Je sigur dhe më thonë që mësuse. Okej, Arte? Unë e kam qef kur të rrit na mu bo president. President, wow! Nëse ishe bo president, qka kishe bo ti? Kisha për Kosovën e kisha përparu edhe kisha bo një shtatë mrekullueshëm. Wow, Arte, bravo. Cilat janë probleme që i ka Kosova, i den? Ka ushtri po s'ka tenka. S'ka tenka, dhe më thonë duhet me pas tenka. Po. Okej, siguria shtetërore me konë ma e madhe, ma e mirë, okej? Ma forta në Evropë. Ma e Ose jo në Evropë, në Balkan. Tash të regëm, a del me pa paradën e ushtrisë? Po. Nëse nuk moj njëherë, e këqyri në televizor live. A të pelqen? Po. Bravo. Do me shku në ushtri, kur të rritesh? Po. Do me shku në ushtri. Okej, Helen? Unë halo s'ku më ndu, po më ndu këtë du më bu. Qka të më bu? Hajde, thuma. Se di halo. Halo se den, dhe më thonë nuk ki vendos akoma. A ki që më bo se mami? Nërsa vërshë me pënu zyra. Okej, Luni? Unë kam qef mu bu futballer kur të rritna, po nëse që s'mëri me u bu futballer, kam qef mu bu pianist. Pianist. Pelqen pianoja? Po. Din mi ra pianas? Po vesh jo për menç. Jo për menç. Din mi ra pianas, Helen? Okej, a përshkoni të Agjilumi? Pse? Hajde Lumi, shko të Agjilumi, hajde ta provojmë. Pse jo? Hajde, që shkon, për talë shumë pianon ty dhe. Jo. E dini këngë shkurt, ama. Ani shko, hajde, për shkojnë të Agjilumi. Hajde shko të Agjilumi. Edhe unë ti mira violinës, apo me në laulat. Hajde Agjilumi. Hajde Luni të Agjilumi. Bravo. Bravo, hajde Luni. Bravo Luni. Lumi, që shke Luni? Super, ha? Bravo. Dije që Luni e ka babën këngëtar. E ka. Kështu, nëse ndonjëna prej kafshëve do të fliste. Cila me ndoni që kafsha ma lapazane do të ishte? Cila prej kafshëve? Kush me ndonë që i... Kafshët s'folën. Po, nëse flasin, okej, hajde pa e marim kafshë po dhe me folë. Cila është kafsha lapazane që me ndoni jo? Papagalli. Ha? Papagalli ose kali. Papagalli, okej. Po papagalli full. Ose kali. Ose kali, ha? Papagalli full. Do me thonë papagalli lapazane. Vërsh duhet me mësu shumë. Po, me Në muja, 2 muj. Po, Luni pas në pas papagalli, në me thonë të shtëpia ka folë?
Jo, po nasin papagolli I vogël. Okej. Edhe shoqet e mia janë bënoke, e kanë emrin Bura dhe Kjara, I kanë 7 vjet edhe I kanë 2 papagolla, njërë qik, njërë djol. Bravo. Edhe djolis dëgjën, pa ma qika dëgjën. Dëgjan, më thonë, I flasin asaj? Po, A ka ndodhur ndonjëherë me folë me ty? Apo jo? Unë si kom Sa si ki taku? po kanë me pru në shkollë. Okej. Edhe tane shoqat e mia kanë me na pru shkollë, edhe unë preke vërqikën se djali më gicë në shtë. Gic? Ja, se besaj, nuk e besaj. Bura që ashtu ka thonë. Okej. Arti? Kush mendon që kishtë qenë lapazan për kafshëve? Pula ose luani. Pula ose luani? Po. Okej, pula ose luani. Para më do pula pak, 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 pak. Unë ose qeni ose mucja. Ose qeni ose maca. Qka mësoni mas shumë ti në shkollë? E pëlqen matematikën, e pëlqen gjuhën shqipe, e pëlqen anglishtën, qka pëlqeni? Okej, Ema? Matematikën. Matematikën. E tita që 2+2? 2+2 4. Bravo. Arti? Njeriu dhe natyra dhe shoqëria dhe mjedisi. Okej, bravo. Helen? Në shoqja jeme ka thonë që 2+2 bujnë 3. Farpytja është ajo. 4 bujnë, 1 3. Okej. Ato se kom shoqe pa ma lasdrojt shkollë, në matematik mësaj shumë, për t'jas gëna bu matematik, se jena konti ushtru do pjesa që gëna me bu do në program, se gati gëna me kry klasën në A dhe gëna me shku të klasa në B, a do klasën në dytë. Bravo. Ljon? Mu asë njëra Aliancë më pëlqen, po edukata muzikore mas shumë ti. Edukata muzikore, të pëlqen muzika? Po. Dhe më thonë, ti këtu në të kërë pyta, a dini me këndu diqka, apo më këndëni diqka para se me ju në emision, më tha që jo. E tash këtu më edukata muzikës për pëlqen. Okej, cila këngë e babit pëlqen? Fajs, lumi unë për ty. Lumi unë për ty? Lumi, 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 unë për ty. Lumi, lumi. A dini me këndu? Nuk e da. E kom sjell edhe një person shumë të rëndësishëm. Është pjesa më e bukur e imja, pjesa e jetës teme, dhe më thonë është për mu gjithçka. Dhe më thonë ashtu që janë për juve prindërit e juj që I keni shumë të shajt, edhe ata ju kanë shumë të shajt edhe juve, edhe unë e kam Roan, vajzën time, ndërsa ma të shajten, edhe Roa tani këto momente vjen të konë, edhe Roa ka diçka për secilin prej juve. Hajde Roa, hajde të babi këto. Okej, faleminderit që ke ardhur. Të dua shumë. Roa, bab, qka ke sjell me veti? Ke sjell dhuratat, apo? Okej, apo ishtë për ndonë? Po. Cilat janë të njëjtas? Nuk kanë dallim? Cilat Janë dhe qika. Cilat janë qikave? Okej, shko qëjo qikave ti, shko jepjo njerë atëve dyjave, shko jepjo dyjave. Hajde, për Helenën, për Emën është. Okej, mere për Artin edhe për Lunin. Unë I kom 3 qëse. Unë edhe një. Unë I kom 3. A që ke pora? Unë I 3 qëse I kom. Po, Unë e kom qëto një me të fembe. po, e ki një. Unë I kom 3, vësh për 2 edhe një. Edhe një, bravo, që e kërët edhe 4. Bravo, e gëzofë të zamër. Pëlqen? Po. E ki lezu, apo? Jo. Jo. Lën? Më pëlqen edhe kur se kom lezu. Nuk i lezu, kështu që dhe ta lezësh to, më premtan? Qëto. Jo, le I lartë, le këtu. Le këtu s'ka lidhje, po, kështu e lojmë. Kështu e lojmë, okej. Okej, Roa, që shjeba? E je mirë? Për pëlqenë mësafirët e babit? Po. Janë mësafirët më të mirë deri më sot që I kom pasë në kuadrë të emisionit një kafë mlave? Të regon të ashti mu,
Ti e do në muzikën shumë, apo? Po. Cila këngë të pëlqen mas shumë ti? Kënga me Baba Gjyshit. Me Baba Gjyshin, kënga e Baba Gjyshit, okej. Përpos këngës Baba Gjyshit, a pi pyesim kush është këngëtari favorit i secilit prej këtyre këtu? Ha? Okej. Arti këndë ke këngëtari më favorit? Ke ndonjë këngëtar favorit? Jo. Jo, nuk. Unë e bashkëndaj shpekanar. Unë e bashkëndaj shpekanar. Okej, e ndonjë këngëtar favorit, a ke? Jo. Edhe ka nërë në kartë momit tam e dhe gjojnë e këngë që aja i ka kënduar. Ajo ka kënduar, do më thënë mami ka kënduar, do më thënë ka këngë? Me në shok të vetë. Arsimin e ka mami këngën. A e din këngën e mamit? Nuk e din? Di me këndu, po me piano jo. Jo, me piano jo. E pa piano kështu veç live, a din me këndu pak ajo? Okej, Lurni? Këngëtari jam i preferuar është Bobi jam. Bobi që, pse? E din edhe ti që është Bobi Lurnit këngëtar? Shumë i mirë? Po. Ku kena qena me Agjin Alban? E me Lurni? Kena qenë dikën, po në ka haru. Ki haru? Kena qena? Jo, kena qenë? Kena qenë në ditë. Në ditë, Bashkë. Edhe me trojë. Edhe me trojën. A përshëndesim trojën? Po. Hajde, okej, një zemër ja qëmë trojët për një kafe me lapin? Që një zemër për trojën. Okej, Emma? Në kecaj dhe qika që folin anglisht, edhe ato shumë i du. Cilat janë ato? A i din emnat atë në qikave? Ju, vesh motra jem, edhe ose shoqet e motrës tem. E din ti, Elena? Unë vërshikom një shoqet e mija ato e këndu, Nila, Ana, edhe Bura dhe Kjara, edhe Zona. Edhe ato i këndojnë, a? Roa, që që kanë emnin ato që të pëlqenjë ty? Hendrix, a qësh? Qësh është? Hendrix. Okej, kush të pëlqen ty për atërve? Më pëlqen Zoe. Zoe? Mu ka pëlqen Mira, po tash e kum dhe shumë pëlqen Rumi. Kush pëlqen? E kum pos my favorite Mira, po tash e kum dhe Rumi. Okej, Rumi pëlqen edhe kujna? Edhe kujna shoqës tonë dhe? Ma të ngushtës? Si da shoqëja të ma ngushtë që i pëlqen? Poj? Poj. Edhe një dashni për pojën. Okej, Roa, a përshkën të Agjilumi? Hajde, Roa përshkën të Agjilumi. Agjilumi, bashkë me ty, Roa, ka me qenë. Okej, hajde, Roan, se Roa tash ka fillu, dhe më tonë edhe piano. Apo, a je gati, Roa? Këngën e piano. Je për kurs pianës, edhe Roa është në kurs pianës, fillimet është, por, hajde, po kam qif me Agjilumi një herë. 3, 2, 1, shkojmë. Hajde, jesë këtu të babi. Okej, po bëjtë qka? Po, hajde, ullët në ullësën e babi. Okej, bravo. Okej, qështë të babi përrin me ty? Kështu. Po vim drejt fundit, ju e dini që keni qenë bashkë me mu, bashkë një kafe me labin, pas juve janë prindrit e juj, ku unë kam me qenë bashkë me ta, ata ju kam prit juve, tash ju duhet mi prit ata në kuadret e misionit një kafe me labin. Ka lujtë mirë? Po. A u knaqët apo jo? Po. Shumë. Qa keni me thonë krejt fëmijëve të botës që tani këto momente për na shikojnë në përmjet emisionit një kafe me labin? Okej, apo janis për teja? Gëzuar një qërshurin. Po, bab. Gëzuar një qërshuri fëmijëve. Okej. Gëzuar fëmijëve një qërshuri. Gëzuar një qërshuri. Gëzuar një qërshuri. Inshallah arriteni me shëndet dhe me këtë mirat e Zotit, ju du pa fund, edhe ju paqa gjithmonë kështu, nuk I dijet,
Gjagjilabi, ndështë ju pretë edhe ju kur triteni me qenë një kafe me labin bashkë me Gjagjilabi. Qka thush të Holland? Po. Okej, faleminderit shumë edhe një herë juve, e unë i thëmë shikuesve të emisionit Një kafe me labin, gjithë atyre të cilët fakti janë bashkë me emisionin Një kafe me labin, që ndrojmë bashkë me ne sepse është koha për marketing, e me njerë pas marketingut, unë bashkë vi me Djelzën, me Gentën edhe Albanin, Arianin të pamunshëm për shkak se është mbrapa pultit, edhe do t'jem bashkë me ju në kuadrët e emisionit Një kafe me labin, por tani këto momente është koha për marketing. Me njerë pas marketingut, bashkë me Treshën, por bashkë edhe me lumin e Taulantin jemi. Faleminderit. Knatësi edhe këtë pjesë dytë të emisionit Një kafe me labin, shikues të radio televizionit Distilin, shikues të emisionit Një kafe me labin, unë pata knatësin, sepse bashkë me ata fillova gjithçka, e tani këto momente e paralemrova dhe pakës me parë se është knatësi që në studion e emisionit Një kafe me labin, bashkë me Taulantin, bashkë me Lumin, ja fillum bashkë me këtë këngë që është kryevepër, sa i përket gjithmonë atyve nënave të cilat fakt na kanë sjellë dhe neve sot jetë, por nuk ka gjë më knatësi të madhe sepse unë sonte në kuadrët e emisionit Një kafe me labin, gjithçka flasim për datën 1 qershor. Urime edhe njëherë për gjithë fëmijët kudo që janë për botë. Djelz, faleminderit që të kom pjesë të emisionit Një kafe me labin. Faleminderit për ftesën, për këso tema gjithmonë e gatshme edhe nuk pritojmë hartë të tjetë. Gjente është hera parë, faleminderit shumë që jemi bashkë. Knatësi edhe më madhe për mula. Alban, faleminderit që je sonte. Knatësi që jam me ju e labi sonte edhe për këtë temë interesant se sot jemi edhe me pasarësit tonë. Me emocione speciale. Edhe na po përjetojmë emocione tjera. E bukura e krejt kësaj, sepse juve ju izolova, edhe nuk i lash me ndëqu bisedën bashkë me ta. Që kam. Shpresoj kina më kënaq me bisedë. Qërë ndëqam, gjithë shka që vjen prej atyve engjëve, vjen mënyrën ma të bukur, se janë sinqertë edhe janë gjithë shkapi drejt për drejt. Në këtu duna vizit shka me ta thonë që Helena për herë të parë ka një intervjist kur kërkun s'ka pas shef marrë, të e marrë parasysh labin që fara, ja spjegova labi e shokime, ja tregova disa gjana e kështu, edhe erdhë me shumë knatësi, do të tëtë ka qenë hera parë, po edhe unë nuk jam prea të venanav që du fëmijën tim me shty, hajdi në televizion, kështu që për Helenën ka qenë hera parë në televizion. Po mre me dhonë intervjist. Mu po mjenë mirë që i po ata edhe ashtë ma te për që ndom diçka pjesë bukura të tënve, qoftë shkollës, kujtimi mirë, dhe me thonë, edhe për ata, por edhe një kujtem edhe për juve, edhe unë në fund të emisionit të përmbylla ata është, do zoti që edhe kur tritën e t'ju kom në mësat. Ko gja du të me pas besim ty, labe. Vice ka njësë mbarë. Unë që ato dishta me thonë, ko gja du të me pas prindi besim në një moderator, gazetar, për me lomë fëmijën vetë na, do me thonë, kem të mbyllon, për mësë mi dëgju me ndërhy apo diqka. Po dhe ashtu nuk ishim ndërhy, se kish dalë shumë falë, se kështu dhe prindi kur ndërhy, unë menoj që nuk është e mirë. Mundët edhe ka njerë dhe me ndikun vetë besimin e fëmijët, saj përket këtënve gjanave. Se cili atë botën e vetë, se cili atë shprehjen e vetë, se cili atë bukurën e vetë, edhe se cili urun për datën ne, edhe unë në fund i urova thash, inshallah, kur tritën ju, unë dhe t'jem prapë dhe ju këtoj një kafe me lapir. Po, pëse jo, pash ishkun interesant. Shumë interesant ishkun. Në shda thirën ata ty mande si veterani media. Labi, drojnë rolën, ishkun interesant. Interesant edhe Alban e pyta, kush pëlqen për këngëtarëve, më tha që babi. Dhe me thonë favoritë dhe këngëtari është babi. Ka zanin shumë të mirë. Kështu që mirë që për ndëgjoj ke këngë, po edhe kuj dike Qash, po mirë të këngë. Ja, unë shalush. E bukur gent tha që mami del në televizion, po niko ka niko që e kilo në anë është pak televizionin, uroj që të kthejesh prapë, sepse mbi gjitha e ki pas një emision, edhe e ki pas një derë ko gjatë mirë, dhe me thonë, edhe për shumë
prindrim tek emisioni edhe që e ki pasë. Kryesisht me ta episodova që qka kanë qef për datën i qershor për me po dhe shumica për tyre ishin që kanë qef me qenë me prindrit. Do me thonë në përgjithësi, gjithë ishin me qenë me prindrit me dalë. Me dalë e jotja e sheshin, po e dojke shumë, do me thonë me dalë në shesh, do me thonë juve. Ajo e jotja me motrën edhe me prindrit, do me thonë për me dalë, edhe me shku, si dhe mësë në Shqipëri detin, për dojke shumë. Kjo e Albanit, tha unë periudhën e fundit me motrën, se jem të e dash shumë, dhe me tonë për e du shumë, kështë që edhe me familje kryesisht për me qenë, kështë që ju sa e praktikoni, dhe me tonë, qka praktikoni për një qershorin, për e marrë shambull, ku? Kryesisht, po një zonë, kur kemi kohë të lirë, kur janë viketet piknik, në gërmi, unë i pëlqej ambientet e hapëra, kështu që edhe Helena veç është mësuese, si e vogël, miremi me sport, lujna futbol, parqe të ndryshme kur është koha mirë, kuptohet. Kështu që nuk e kam ndaj ditë specifike për kështu me bo... Përse se Helena së kone sinqisht me mu, se i thash, a e do në gërmin, tha jo, tha e du sinqisht. Kontra është në fakt, po nështë ta din që dolim ma shpet se na jetojmë në shesh, të shesh, edhe dalim shpesh se pa tjetër, kura koha mirë, na dalim, edhe sot kemi dalim shesh. Edhe shpesh ata prap që të në shesha, po ka menu që ashtu du të me thonë, edhe kështu që sheshi. Nuk është për që, pa thëmë, kushtimisht ja prishje tjera dita dhe nuk i ndëgjoj, po mundon as pak për një qershor me i lonë me i shpreja të dëshirat e veta dhe me mundu me javë realizu. Qoftë me një vend ku dojnë me vizitu ose dhurata diçka specifike që ka dojnë me ble. Mundona me abua ditë sa ma të bukur me kuptu që shënohet pikërisht për ta dhe gjithë shka që ka bojmë atë ditë është me rikujtu se sa të rëndësishëm janë njëtën tonë dhe me i rikujtu edhe drejtat të tënve pa dyshim në këtë rast, po thjesht me undi edhe ata pak ma special. Ma të veçantë. Edhe të Albani, edhe këta po e se harova, ta kom qifta me shkuta në Prishtina Madhe, ta edhe të formulat e me mujt babin. Ta ajo, ta kush ta mujt babin, ta ajo. E ka adrenalinën e vetë. Knatësia ma e marë. Qysh i vogël ka qenë, dhe më thonë, ndoshta 2 vjetë që ka pas, nuk ka pas marke e makinave që se ka njoft. A po, a? Edhe, do më thonë, i dënë shumë makinat, kështu që po, edhe formula e kom, do më thonë, momentin që është base do të me pas një gjatësit, edhe pse kjo ka gjatësin më të madhe se moshën zakonisht, e u të të shak isha frika të mos po lëndohet diçka, po është të vërtet, po të formulat kërkën gjithmonë me shku, edhe po mune, vërtet. A në fjallë shanë, do me thonë për një me për të mujkë. Po, ja është knasi, po me ndë është. Mu mërë dhe që edhe të këmësimi ishin se cili për i këture po mërsh ke pesqe, po mërshin pesqe me ylla, po mërshin zemra, kështu që sa mundoni ju, dhe me thonë, me qenë bashkë me ta, dhe me thonë, mu bo një farmyre mësus të dytë në shtëpi, përshka që është ndështë e pak të që japet e shpia se zakonisht janë edhe detyrat e shtëpis që duhesh pa tjetër edhe më kujdes. Albanin s'pe preki këtan, për jo preki juve dyja, përshka që edhe unë nuk mirna që që më është qëndresa e që miret zakonisht gjithmonë edhe me mësimet se Albanit nuk i del kohë, se punon gati gjithuja gjithon herën në përmbrami edhe natën është kryesisht. është ma i zonë. Në German School nuk ka detyra në shtëpi, po edhe pa qenë shkollë Helena, jo që unë e kom dasht me mundua diçka, po vetë lojnat të sajën silë rreth lojnat diçka edukative që kanë mësu, është e vërtet që e donë matematikën, është ende në klasë parë, është halja e vogël, po nuk jenë që jenë detyra bashkë leta, kështu me thysa, me këto kanë fillu. I shkon matematika shumë, edhe shpesh i bojmë do lojna që silën rreth matematikës. Edhe vetë vjen, se s'du me mundu, po them, ende është e vogël, mjafton në shkollë, se për orës 8 deri në 3:35 është kohë gjatë, edhe zakonisht në shpe kur vjen mundona që mës me obligu me diqka, por që vetëm nësër dëshire saj. Unë jam gjithmonë aktive me Helenën, qoftë me vizatime, qoftë piano aty këtone nuk di si Albani kështu, po sa do pak një, shkon në shkollë pianos Helena,
vizatimet i kena special të dyja që kemi qef me vizatu, po për lojna nuk pritoj. Kështu që aktivitetën shpe kemi në stop. Po e bojmë, nëse është koha mirë, pa tjetër se dalin edhe në bërë, po masi kemi sheshin ofër, njerë shetisim, pak edhe pastaj kthehem në shpe. Kur janë ditët normal të shkollës, vikend është këtë diçka tjetër, do të thotë vikendet janë komplet me lojra, me gjana, po kryesisht sillen ato lojna edukative, pra po them, nuk jam pra të veprindve që unë tash qiken me shtime mësu, po veti donë ato. Se pa ta marrë ka njerë prej disa familjarve kritika shumë herët për mësëm për këtë, po Helena veti ka kërku ato. Ka shpe interesim vetë. Që kom dasht më jam mësu alfabetin shumë e vogël e konë, tash mos janë nisi si ata prind me 2 vjeç që ka me ta ditë këtë alfabet edhe këtë. Po vetë i ka pa që ato lojna dhe ka dasht me luj, do me thonë edhe qaq. Tjetëra që ka i pëlqen ka qef me bo shumë teatr me kukla. I bojnë edhe në edimi ndryshu ka gjazanat, ja bëjë interesant që është me kukla, ajo lumë, po... Shumë kërështorë me polsa. Do me të tregu vidat. A mujmë më marrë shfaqen. Unë edhe kur bëj, kur gatuja, diqka se genta ka qenë tonë kështu, kur gatuja edhe unë nuk pritaj edhe tu gatu, bëj aktrim, bëj teatr, bëj gjithë shka dhe e nalit ka njerë më këshyrë Helena. Kështu për që është interesant që Helena është mi që mundët me lujt vetë. Këto e kom pas edhe dhomë, pavarësisht që më rritë me vlazni, po e kom pas që kom mujtë me lujt vetë. Helena tash e një vetë në dhomë, janë njësë folë me këta e bën një farë skenari që ka njerë habit nga ka pimer keq ato fjallë, po mas një thamë, hej, ka dalë, djetë ku pimer ato fjallë. Edhe këto. Jo, edhe jamja nuk I di hiç ku pimer ato fjallë. Po dhe, e kështu që është fëmijë që mundët me lujtë edhe vetë. Pavarësisht që është vetëm një fëmijë, se te den që shëden, është shumë fëmijë socializum. Do me thonë I dëmë fëmijët është e socializume, se zakonisht ta që rritën që janë një, janë pak ma të mbyllën, ma kështu me fëmijë tjerë. Po jo, Helena është shumë e hapën e kështu. Por që e vërtet është që nguran në për kështu raste e gjana më u tregu, apo me thonë unë e di këto, se edhe këndon mirë. Po kështu mi thonë Helena, hajtë këndoj e ju. Aden, vishë kur ti vjena asaj. Mu më la përshtypje tek libri, kur ja dhurova librin, ta unë I kam 2, po ta edhe kam dash gjithmonë tretën. Apo kupton do të thonë gjithmonë kam dash. Çfarë ka të njëjtë? Po çata ta unë ta 2 kam, po gjithmonë kam dash tretën, kështu që në mënyrë falënderuese. Falënderuese po të kallëzoj që e ka çfarë. Po çfarë ka dhënë Monikës. Po. I bojna dhurata, se na këto deshta me cek se ti din që me Helenën shumë shpesh shkojmë I vizitojmë fëmijët me leukemi, edhe vjetë edhe par vjetë me një qeshor, zakonisht shkojmë I qojmë dhuratat Helena që I ka të tepërta dhe diçka që dënë me qu. Kemi dërgu edhe libra shpesh edhe këto dhe krej qka ka diçka ekstra ju paketon edhe zakonisht Leonora në prete. Kena këto, shkojmë me një qeshor, ka njerë shkoj vetë, se më barët pre emocionit se dush shumë me pas kujdes të fëmiju në këto raste. Helena një ko ka ardhë pa pik pritese, po ta shkone fundit kur kemi qenë, ka bo shumë pytje rreth atyve fëmijëve dhe kom pa që ka fillu ma shumë u prek. Gjë që me një anë edhe nuk është që nuk më pëlqen, se bohët ma humane, po thëmë ma e ndjeshme, ma e fort po se po edhe me qenë ma e ndjeshme në atë aspektin që nesër kush ka nevoj, normal, kur unë e këta e mësaj, me jep ndim, po mës me lom vetën anash. Kështu që me një qeshore kemi këta, zakonisht një farloj rituali që... Kena me fort pasaj edhe për këta, Gent? Sa I përket detyrave, unë me humor prej kur vajza e madhe filloj klasën e parë, po më kujtohet periudha kur shkova në shtëpi me I vizitu prindë dhe thash, e kom fillu klasën e parë, prapë. Edhe unë nëse, e qysh që I të thonë, edhe në thash, në gjitha të detyra, thash, edhe në so stresi, thash, kur gjë nuk ka qika stres, që ka po komune. Thash, për momentin jam në klasën e tretë dhe klasën e parë. Thash, pa në klasën e parë. Jam të ndjek të klasë, nuk është letë. Edhe vajzat e mija janë shkollë private, nuk kanë shumë shpesh detyrë shtëpije, mirë po, karakteret e Lunës edhe Emës dallojnë shumë. Vlen me cek që Luna është tash në klasë tretë, nuk ka ndodhë lab asë edhe një herë vetme më kërku ndim për një detyrë. I merë, do me thonë detyra që I ka në shtëpis, I kryn, I shten qantë, kur nuk e di asë periudën, kur I kryn asë shka ka detyra asë kur gjo, nuk donë me të ngarku ma atë pjesë. Ema kur ka detyra,
përveç që na qohëm kom me indimu krejt, po më duket edhe banesat për rrath marrën vesh që ema i ka detyran, është fëmi i tilë, do më thonë i bën gjanat pak ma të dhaja. Kalabdoj, po, angazhome si tërsi, do më thonë, komplet. E dalojnë shumë si karaktere, mirë po edhe periuda cilën sot, do më thonë, po jetojmë, edhe detyra që i jepën sot, për një me janë ma të vështira. Ose unë i kom harru detyra që i kemi pas në atë periud. Pak është edhe kjo, që i kemi harru dhe ndryshojnë. Për shambull... Duket ma vështirë. Adi kur mundësh me ditë klasën e tretë e ki vajzën, ta shti klasën e parë kur ka qenë dhe klasën e parë pjotash, e bo një dalim dhe më thonë a është e njejta, asë është e njejta, sa ndërën. Po më duket që gradualisht po shkojnë të ndru. Po dhe vetë generatat e kemi shumë ma të menqëm këtë rast, shumë ma të informume dhe shumë ma me ndihapër dhe i kapin senët shumë ma shpejt se na ndoshta që kemi pas informacione shumë ma pak, edhe jemi bazu vish me një libër shkollor. Tash pjesën e informimit edhe dijes e kanë jashtëzakonisht madhe. Albanës po të kjo pjesë këtona, po më interesan pak edhe me të pyjtë edhe ty vlenë edhe për këto. A më bëjë detyra, do në? Pjenë me po? Her pas herë, jo, dorën zemër ma tepër është fjolla që merët me këto gjana. Edhe ja ka anë ndoshta ma tepër edhe nuk e di po. Mos të nisë ma shumë. Fjolla me këto gjana. Me këto gjana. Jo, me raste, që ishë ma larkë se tjej kom bode dhe tyra vedat, amo ishë në konë si të mirat i shmështitjoj. Të shti tyraja dhe neve nga bon mirë, se trunin fillon adin me po Albani pjesën e muzikës, kështu që mjaftane, një lanë dhe ka. Një lanë dhe ka. Deshta po që ta me, fatkesisht unë nuk kom pas nderin, knasin ose fatin që me shku në një drejtim të muzikës pianos, ose që unë e du për shamu piano nëse gitarën te për të kisha dit me ra, po që nuk kom pas. Ma unë e menova që dit? Jo, në fakt jo, po lurnin e kem, është interesant të dytë edhe lurnin më se arrej edhe trojnë edhe andrën, se jo mes bërsh ma ndej pëse s'pi për me mbabi. Dëtë kënojnë shumë mirë, edhe shë që kanë vesh nuk ja huqin nuk ja huqin tonalitetit asë njerë, po absolutisht nuk më mendojnë atë drejtim me ja imponu që më marrë në muzikë. Thjesht ka kom pas dëshirën e lurnin që e kom qunë në piano, besoj që edhe trojnë në të ardhmen, po aj ma shumë po ka qef me piktur, po kom pas qef me mësu piano nëse gitarën të paktën se është shumë në një shpeshnik për një edhe është shumë e mirë, diqysh me pas, diqysh unë e lakmoj shumë, edhe veç sa për nevojat veta, sa me dit me interpretu diqka me aktivitet. Mu marrë me nëjë aktivitet. Ama dhe dikon shumë mirë muzika, të shkëllimi të dikon shumë. Po është ajo e mirë mu bo profesionist në të ardhmen për shumë, po jo me imponim, absolutisht. Për dyshe Elena nuk batë shanë, dhe me thonë, me qute piano, ja kështu lurni e provoj, dhe me thonë, live me lurni. Zdi qka e bane ti se prej shpi, si thash babë, jo, tha s'ka shansë, tha se kam partiturën në veti, më së kuj. Po, se tha djelza edhe lurni ka pos rastin me taku t'u ljabë edhe ma herët, kështu që e niti një farë letësimi. Ma fërsi, një rahat. Të ashtë gjilabë, asë se sigurisht e kësha pos problem. Ka qenë fakt njerë një intervjist ma kam bojnë surprizë, ka hy kështu. Po që thoi një fjallë që le guri gojën, asë një fjallë se ka thonë. Të pa e hera parë. Pa sigurisht, adem po... Pa tritur që ngurojnë me folje më ka folë nese. Pja bone ta Shelina, hajde këtu pianon, shumë e mirë që i ka në piano. Me gështë. Qyrë s'ki po piano? E të këtë, onë jam nana mirë. Pa e këtu piano? Po më bjerë keqë që nuk e kom edhe Arianin këtu, se ke edhe djali Arianit këtu, a djali Arianit për dalim prej thmive që ujë e përdej kë natyrën shumë, këta krejt detin e borën, a i dojke hikingin. Ani të edhe detjo është natyrë, bëllap. Po vëqë, ama hikingun kërësisht dhe më thonë. Hikingun me Elena bëj prej moshës 2 vjetë kur i ka pas Elena. Bëllë edhe qëta pa të në diskutu me gentën, me prindrimin, diçka me bo me prind, po për vërtet është pak shtirë, edhe qëka është tjetra e mirë që edhe në këtë shkollë, dhe më thonë bojnë hiking, po normal me neve prindve, se haljohen shumë të vegjër, Helena tash i ka bo 7 vjetë,
milion vetë, po hikingun, bojmë hikingun e për vete e dashur edhe, po Helena normal që ndeti se të edhin që rrim gjatë ndetje. E diskutume edhe Ulqinin. Pa reklame pra për Ulqinin, që ta shika jam. Dhe më thonë, shika jote është më thonë me mujë në Ulqin, kështu që e fola, e pyta edhe për atë pjesë edhe më vjen mirë për shkak se unë si vjetë prapjo me emisioni Kafe me Labi në Ulqin. Okej. E tash garan ka me qenë ma e lirë kur folë. Jemi bashkë komplet stafi, bashkë kemi, djelës edhe atje si dje. Tash tu ishtë ju me notu, hajde, Labi qërë të të në qikam. Qërë shaban qikam. Hajde, delfin, shpejt delfin, ajo. Kur jemi tek kjo që vëzat, hajde, qika jemi që shbanë shpejt në të gjitha këto. Djelës, gjithmonë për para Alban Gent, gjithmonë për para neve në kanë thonë inshallah më bëhet mjekës, inshallah më bëhet doktor. Dhe me thonë, gjdo fjale jana e para e dyta o kone për shpia, inshallah më bëhet doktor. Inxinjerës e doktor. Profesion të shenjë. Kryesisht doktor. Pyski vllazit e mi. Që qka keni qef, ju personalisht, kur të rriten? Jo, tash po kur të rriten, normal, qka keni qef? Une gjithmonë e them këta, dhe vërtet nuk e them që është para kamerave. Gjdo gjë që e bën të lumtur Helenën, është gjaja kryesore. Normal që në të ardhmën prej një pune, prej një profesione, duhet njeri me fitu se nuk e kanë krejt, nuk ka me qenë këtë jeta me lule. Po duhet me zgjedh mas pari një punë që e bën të lumtur, normal, nëse e ka të fat, se gjithmonë e quj fat. Është njeri me fat dikush që e bën një punë që e don. Anglez thojnë një punë që e bën që e don, i bjen që nuk i me punu kur. Kështu që qka do që e bën, qofte edhe mekanike, e kereve, nëse e bën të lumtur, kretë është okej. Unë si prind s'kisha pas qef me marrë në i profesion që është i rrezikshëm, po për tjerat, unë gjithmonë ka me përkra... Po personalisht për shamu ku të flenë zemra? Që tash, po ndryshoj ke njeri shumë si prind, në dëshira. Unë gjithmonë e kom dash drejtsin, edhe vazhdoj me dasht, edhe vazhdoj ende me kultivun shpirtin tim me anë të leximeve, gjitha këto, i du ligjet, që është çuditshme. Tash kom fillu me ndryshu anën, nështë të kalum kësha thonë, kom qef vajza ime me qenë avokate, ose prokurore. Po tash nuk e kësha pas qef këtë profesion për ta, se nështë ta e kësha dash një profesion ma të letë, tash sinom po flasë, që i bjen benefitet mira, po që është profesion ma i letë. Qka, në fakt, asë një profesion nuk është i letë. Po, për shembull, po e marë, me një botë perfekte, kisha pas që Helena me qenë piktore, që kish fitu shumë mirë edhe piktore, për shembull. Në një botë perfekte po flasim. Kja, po e di që, nështë nuk i djetë në tarë, nështë ka muq mu arti shumë ma shumë. Ka piktor të na që fitojnë shumë, mirë po atë e në gishta. Tregova dhe ma herët që si natyra dalojnë shumë për njëna tjetërës, edhe Luna dhe Ema. Ema sa herë që improvizon këto lojat mrenda shpis, do më thonë, momentin që kthehet prej shkollës, e ka një hapësirë kohore që kjo dënë me lujtë dhe lunë vetë. Si njëjtë si Elena. është komplet e pavarë, nuk i do dikush tjetër, dënë motra vetë me lujtë me të mirë, nuk dënë kjo lunë vetë pa pikë problemi, edhe gjithmonë e shë që është në rolin e mësusës. Edhe kum pyet disa herë, Ema, a dënë mami më kur të rritësh më bo mësuse? Po mami, unë ku më bo mësuse. Ku më bo mësuse se i kam edhe video, kur e thët një gjatë tilë, edhe do t'ja rruj këtë video se po besoj shumë që ka më bo mësuse. Nëse të regoj edhe vetë ajo. Apo? Ata? Edhe këtet, me një përgjigje që ma ka dhoni, tha po mam ti e din sa shumë i du fmitun, sikur ajo ishke e madhe, nuk ishke fmi, tha ti e din sa shumë i du fmit, se të mos fmit e vegjel, tha dhe unë mësu se ku më bo dhe mësë më pëtë ma, tha se është profesionin doam. Kam pushime shpesh, rruga ju ecë, të irë me njerë diçka mirë. Dërsa Luna e dënë artin shumë, Luna nështë prej periudhës kur ka fillu me mbajt lapsin, gjëja parë që e ka bo, ka fillu me vizatu, e shë që është talente e lindur. Tash ka fillu me bo edhe fustana, vizaton, skeqe, po kështu, trupa,
do më thonë qoftë veshje për femra, për meshkuj, thasho, Mu ishe me lumja mami. Kur kom qenë njëjtë, do më thonë, kom vizatu të në kohën, do më të në kohën kom vizatu. Ti gjithë e ki dashtë modën. Edhe Luna e shprej me zoa që mam kur të rrit në artë kom qefe. Edhe pse i shkojnë krejt lanë ti për mirë, edhe në krejt a lanë të shumë e sukseshme, po artin e shë që e ka shumë për zemër dhe ka për qefe. Alban? Me thonë drejtën kështu se qka kam dëshirën ashtu nuk kom mendu në erë, po që tha edhe djelëza më ndëj edhe shpresoj me arrit, me baj një profesion që a jetë dëmë vetë, në një që me kur shkam punë, me një edhe knasi gjithë kohës. Unë për shangë, kur shkaj ndasëm, hala shkaj edhe knasën edhe vetë. Për që ata ki sukses, se ani bili që është profesion këgja i ranë, kjo adin, se shumita për këngëtar menojnë hajtë vich adin, po sidomos për darës fa më duke që është shumë profesion i ranë. Shumë energjit. Se duesh edhe me qenë me disponim, merë pjesë me një diçka shumë e madhe. është përgjithësi e madhe se për shangë gjendja shëndetësore që që kia, po mund është nga dalë, as po mund është. Kër i tregoj dikujt që ndodhë se derin 3 këmisha më rana një dasë me i ndrojë nëse bua në qëllë, e qysh, apo nga nga qka. I bjenë si me nejtë një orë në trakë në fitness. Po se energji hargjon shumë. Po donë energji edhe naturisht, po me gjitha to e du shumë edhe alo shkoj në dasë masë në përmramje edhe një knasi, alo knasën edhe vetë. Lurnit ashtë në një fazë që ma heret ka pas shef në formula, e përmendëm. Edhe fillova me shu edhe në për formula, me ndojsh edhe ma tutje, jashtë Kosovë me shku dikon. Monako. Në ndërkohë ndroj mendje, tha po du futboler. Po, futboler tash 10 milion veta del, 1-2, adin që ka talentën e duhur. Përmendje, tha edhe. Ani bab tha bona menazherën, s'ka lidhje. Okej, bab. Ti shka rreth futbolit. Edhe futbolit, po e tha. Futbolin është ka dënë shumë, uroj shëntarë adin ndoshtë edhe të merët me futbolin, masi për dënë ashtu, në një formë ose tjetër cila do të qoftë, edhe adin jo imponim. Sigurisht se cilë i kemë qef diqka, po ndoshtë edhe kur mundohemi shumë, mujnë edhe me gabu, me thonë, Tu e shty dikon, po. Kështu që të shohim të ardhën. Edhe ndrojnë labe, dënë që po rritma dhe të shirat të të ndrojnë. E po në ndrojnë i vetriturve. Asna nuk e dim që a kena më po kur të rritëme, jena të menu halon, se na përcak. Qëta shkja komunizmë me donë që a ku më po kur të plakë. Ani edhe kjo është diçka e mirë. Shkolla po plakë me lakë. Shkolla po më rrina më plakë. Ajo kur gjë nuk është e keqe, po më nej s'ka lidhje mosha, ka njerës shumë që unë një që e ka ndru profesionin. Kesh një është lëks. E vërtet, unë e gjithmonë thamë, ku fati me arrit, ku unë e pleqnis, normal gjithmonë me shëndet, me qenë të fort për veti, edhe pse jo, jash për shambull ka me 70 vjetë fillojnë me umar me vazim, apo me piktur, shkoll pikturë, spira, ato nuk janë në profesione, po ka pas raste kur masane e kanë shëndru dhe në profesion. Kur gjë nuk është të qëditshme ditë sotit, vish a danë. Vish a danë. Qësh është një ditë e lumë me, e kompletu me komplet bashkë me Elenën, bashkë me Krisin djelës? Unë ma herët e diskutova me Albana bim herët. Unë jam edhe kështu, e den qyshe, po parës më boni alarmi se Helena herët, ka për fmi të e gjysë, po për shumë fmi që i dëgjaj, për mu për tash, krejt për më tojnë herët. Po kryesisht, tash pjesi ka hi në shkollë, e ka orarin të mamë, se në para shkollor ka qenë fleksibel, nuk e kumlon që ka gjatë. Po 5-8 derin 3-35 është në shkollë, Helena, vetëm të premë të ne kanë ma pak, dhe më thonë derin 3, edhe pse prapë më do këtë shumë derin 3, po pas taj më varët prej ditës, prej kohës, muj me thonë që në aktivitetet në shpet gjithmonë i kemi diçka të ndryshme. Prej si ka fillu Helena në piano, po ka qef pak edhe me lujtë në piano, masina në dhomë vete, ka qef shumë me lujtë me kukla, unë normal, gjithmonë diqka të ashtë talef drejë dhe vetën, gjithmonë diqka e më të gatuj, gjithmonë gjej kohë pak. Ato, du me t'jap komplimente për shkak se a gjitha recetën dhe më tonë veqa veqa që dhe së këshore djelëzën. Meri receta. Me snap. Snap dhe më tonë e ki, djelëzën, pise që e maj mën që i ka lenë,
thmija, kjo krejt recetat e mundshme që ka jonë. I bëj edhe për fëmijë edhe për neve të rriturit. Ma sidomos edhe për këto. Ato është motivim me të futur në kuzhinë, për të me është. Mund pëlqen kuzhina shumë edhe mu konë shumë e lodhme, pa tjetër ka me pregadit diqka. Sidomos për Helenën gjithmonë. Unë halohem me atë pjesën, adin që thojna old school që thamë pavarësisht punëve, angazhimeve që i ka njeri, unë e menoj që një shuj në shpe duhet pa tjetër më angër. është diçka tone kështu tradit, po them. Më ka metë, kur nëna jam e munët edhe në këtë mosh me bu për krejt neve gati çdo ditë, se banë për qikat vllaut e vlanë, qa kohën që nuk me bu. Nuk e arsyetoj ato kohën që kohën, se mund është me bu dhe mrami e gjitha këto, po edhe ka receta shumë të shpejta. Kështu që Helena ka qef edhe kja, nuk ja bëj ato që hajde me mësu atë diçka, ka qef edhe e marrë, me eksperimentu, me bu biskota, me bu këto, edhe dita viç kur e shoh që u bora atit. Për një me kalion shumë shpejt, e ke funit krit, ju këto e dini se kitë kemi angazhime, po kalion dita shumë shpejt. Ditëve të punës, do me thoni kemi kështo. Shtu në dillën e kemi krejt ato me ngjeset e nga dalshme që thunë. E hajme edhe me ngjesin ma vonë, edhe krejt gjanat i bojna kështo shumë ka dalsh. Po, absolutisht po. E unë e thëmë gjithmonë që kjo është luksi jetës, kur vikendet, mund është temi bo me familje tonë dhe krejt ka dalje. Dhe tëtë mës me pas obligime, mu qkyq prej punëve. Kush mundet, normal, se Albani nuk mundet, se kështu në dile ka dashme ndryshe. E ki profesionin e tillë. Kështu që kjo është ajo që e bojmë. Masi përmendi Alban, qësh është me fjollë, me fëmijë krejt një ditë perfekte? Një ditë perfekte është kur jemi gjithë familja bashkë, do në thonë ditëve të punës edhe fjolla e posëdon një biznes cilin e menazgjon ajo dhe është angazhuar gjatë gjithë kohës. Edhe ka emrin e mirë të biznesit. Unë e vonë para se Lorinda ka shku ka marrë diçka prej aksesorëve, e pat Helena Dias. Po, Tamam Helena. Po është edhe ka edhe brendin e saj të kuzve FSM, fjolla Smirca Mehmeti. Kështu që angazhimet gjatë ditëve të punës, unë me thonë drejtën, kryesisht i kam angazhimet mramje në për studja këto gjithmonë. Normal. Po edhe gjatë ditës takimet ndryshme me punë, edhe i ndihmoj edhe fjollës në biznesin e saj. Fëmija janë në për shkolla, tash edhe vajza ka fillu me shku në qerdhe. Në kopsh, se qerdhe në ka... Edhe dhe më thonë dita... është e jana që... Ja, absolutisht, po... A dhe në dash me përmen edhe ato. Edhe, do më thonë, ditë të punës janë qështu. Vikendi kryesisht, kur jemi, sidomos kur është koha e mirë, natyrisht, se kur është koha e ligë ose eftovët, po duhet me shku në për najfar vendi ku kërkoj fëmija, sigurisht. Sigurisht ku ka lojna, edhe natyrisht ajo është pjesa ku e marri mendimin e tyne ku kanë qef ata do të me shku me nejtë që atë gjithë ditën me ta, po... Besa dhe na po knaqëm, se dhe na po ljuna e pojnë. Nuk është ma shkore ata ka kemi edhe shësë... Si me rrëllë, formula, aj po shkoj për djallin, si korone e fisi gjithmonë më gjiranë, se one prime i du lojnë atë e fisi, edhe gjithmonë më gjiranë që kur shkojnë edhe one kete ma e koncentrume. Helena të i tregua, dhe më qysh me lujta, ishe pi tregoja, kina djemt i ka si moshator me djemt e mi edhe kryesisht ata kërkojnë, si ata si djemt e mi kërkojnë shumë si të përmendet që kanë me lujt bashkë, ku du shqoj nuk e kanë problem po, se me rëndësi me qenë bashkë, po. Edhe në rrasë tjera kemi edhe shosni që i kemi edhe fëmijë që janë një mosh lujnë bashkë, kështu që vikendet kryesisht këto po janë, ose me shosni ose vetë, po për ku kanë qef fëmija, po më ndej kur po jemi të lidhë. Me rëndësi bashkë, me qenë, kjo është e pjesa perfekte. Shumë të kujdesshëm, dhe me thonë, sidomos fëmijët, unë për e thëmë, lëmë ata që kanë tash motrën, për shkak që kam pas fati me qëndresën bashkë edhe Albani me fjollën me thmi, sa të kujdesën kanë qenë dajroës, dhe me thonë tëtë. Dhe me thonë gjatë tërë kohës keni janë pushim bashkë me Lobit. Eroa e Lobit ishtë pak me vogël të dy të rrishin të në kohën e rrush. Unë i kam fatat krejtë që shtu me vlaznit e mi, unë do me thonë bebe ata gjithë ka, deri boni kom pas shtu afer, edhe në shkollë ma, në Hasan Prishtina, në Ulpian, plët foto i kam, banesën qëto, ata dy mrapa atë më për cilë, gjithë mund. Roj, së do mos është qash që po thojna protektiv, mbrajtës, po. As mërzu se lenë, qështu ishë kam përmra pas tikës tash. Mos me prek në tokë që. Po, edhe o bab leka pak sa e ka nevoj ka njerë. Prinsesht, tamam. Nashta se las drojnë. Gjendë?
Nëse po flasim për një ditë, ashtë perfekte që e the edhe vetë, kompletume, për i përjashtoj pak këtë pjesën e rutinës, sepse dite javës që e ndjekin mësimin, pëthuajse janë gjithat njëta. Disa pak më shumë stres, disa tjera pak më atleta, mirë po për këto, një ditë perfekte është me sa ma shumë familjar, brenda asaj dite me pas sa ma shumë njerëz. Këto e kanë trashëgu prej meje, gjithmonë këm pas që familjet e mëdhaja dhe më mbledh njerëzit bashkë, dreka, darka, njëtën e kanë këto. Dhe kanë shumë interesant prej edhe shumë atë vogla kur e në konë. Nështë ta pytet e para që ti kanë bo, ka qenë, a vjen dikush me nejtë së, dësa shkujmë dikun me nejtë. Që kjo është, për to është dita perfekte me sa ma shumë njerëz që i takojnë edhe me kalu kohën e tëmve me sa ma shumë familjar. E dojnë shumë Gjilanën, unë jam me prejarë dhe prej Gjilanit, edhe baba i Lunës edhe emës e ka familjen prej Gjilanit. Edhe vendi favorit i tënve betët Gjilani, edhe periuda ku ato shkojnë qoftë vikend, qoftë me naj pushim kështu për gjatë periudave, do të thotë për gjatë stinëve të vitit. Një ditë të më thanë, është shumë interesant, pse mami tha, ke zgjedh me jetu në Prishtinë? Thash, po mami, prej kohë studimeve, me babin, kur kena ardhë, kena mbet në Prishtinë, me punë, me jetë, me kështu. Tha, po, ti e Gjilanit, babi i Gjilanit, familjet krejnë Gjilan, qka lëpët tha ju në Prishtinë? Sa mirë tha o Gjilanit, tha aty sa dita perfekte për to, si pas tënve, është momente që i kalojnë Gjilan, dhe një ditë që e kalojnë atje në Gjilan. Kështu që nashta dhe këtejna nuk të tijë. Mitë kanë që fëbërë, banisat e këto janë matë. I kam dy hala, e dini dhe më thonë që i kam dy hala në shpe, edhe plus mami, edhe kjo atje kur shkon e ka ato deri në pikën e fundit dhe më thonë lirin, edhe minë që sprajtë qatë ditë pushime që kena, a kena me shku në pej? Edhe ju keni u borë dhe kanë qatë me... Po, edhe u bori me pa tjetër që ato jo deri në park, po është edhe që kjo që i tolerojnë, mande, gjithë që ka ja plëcojnë të shirë. Të gryka rogove s'nalë që i kam pru të shota. Po, atje ka vende me vizitu sa... Qato po e kërkan. Te gjyshja që ashtu e kanë, dita perfekte kjo ke për neve, se me pytë fmit e mi, është më taku me djemë të ozës vetë edhe me shku të gjyshja. Po, se ata nuk edhe do me thonë e kanë lirim pa fund. Nesë më kanë mureve. Dëshirat ju plecojnë për e krejtë, kështu që... Në fund, kësaj bisede për fmit, përshku ma një fmin tëndë me një fjallë. Hajde t'jelës. Puntovnike. Okej. A me zbërthy? Da është zbërthy, po, zbërthaje. Helena është tip që është e kuptushme shumë. Ja kom dhonë, tash për e them, atë lirin për me qene pavarën, me thonë ato që ka dënë pa amare, do me thonë e ka drejten me folë që ka dënë, e pasaj mi zbërthy qyshtek, po nuk po du mja hupat karakterin që është, nuk po thëmë temperament në atë aspektin se shumë njerëz mujnë me keq kuptu këtë punën e temperamentit, po e ka një vetbesim këgjat fort. Do me thonë për moshën që e ka, 7 vjeq, e ka një vetbesim po them këgjat fort, gjë që mund pëlqen, por asesi jo me lor me fluturu. Gjithmonë ja të regoj ato ku, deri ku mundët me bo, me shkupo. Por është, e kumpa që është në atë aspektin mund të vnek ma shumë. Ivan? Unë i kam 3, tash më do të me folë ma gjatë. Përse cilë? Se zgudzoj milion anash. Po nuk kam mendu që me një fjallë me përshkru kështu nuk po di as se do më thonë du të me përfshi shumë aspekte me përfshi kështu. Lurni është me shumë aspirata, po pak dembel në aspektin mi realizu. Ide ka gjithë shka gjithë ditë. Troj është, thash edhe djelëzës e gjentës, është vetë dashnia. Adit në është sinonimit dashnis. Jashtë zakonisht i kujdeshëm, i ndëgjushëm, edhe të njemo, piktori i së ardhmës po besej se që a shpedën shumë edhe është i fokusun veç vizatën gjatë gjithë kohës e ondra shumë e vogël, shërri vogël simpatik. Alo 2 vjetë që ala bo. Alo 2 vjetë. Shërri vogël simpatik. Me ka një fjallë. Po. Lunën, kohët e fundit, kështu familjarisht jemi të e thirë ChatGPT. Se është, ka përgjigje për gjithë shka.
Po, që ajo paka shumë që... Emës edhe i referona është dashuri, definitivisht. Do më thonë, fëmi që dhurën dashuri pandal, edhe tash kur isha tu regullu, do më thonë, mbi 20 herë ka ardhë, ma ka puth dorën, mi ka puth faqet, edhe kjo shoqja ime që ishke të ndimu me u regullu, o zotit rujt, o zot, qysh nuk po pritën të ke po qatë, që sa herë po vjenë edhe, është qashtu, është tipi fëmis, edhe Luna donë shumë, po është, e ka tipin që është me mbëllët edhe nuk i ka ma të shpreju në këtë pjesën e emocioneve. Helena kërë u grimova, se une njëtë përdishme nuk grimona, edhe kërë u grimova se ka një herë, po them, ma shumë kom fillu tash për Helena në shu flak, se unë e gjithë flak të kapne, se sa për veti, se me u konë gjithë me flak të kapne. Më këshyri, tha, mirë që e grimu, veç ma e mirë je pa grimu. është fëmi që i mjep komplimente shumë, edhe thash u afar komplimente, kështu që thash, fëmit kur t'japin komplimente është ndjenja ma e mirë ambot, ma e mirë ambot, s'ka ndjenjë ma të mirë. Do në pyethom dyjave, se nuk ju thash me fillim të misionit, faleminderit për respektin, po dokeni për mrekulli dyja. Na që sa ta sillëm në fund. Kështu që nuk dashta më thonë me fillim, se mos më marrë me të mirë, kështu që ma mirë. Për fjalë të mira kur nuk është vonë, kur nuk është vonë. Vjellë, gjithmonë i kje rëndësi emisionit, kështu që e bukur, detaje, jashtë zakonisht. Gjithë mbjante ti mu vesh bardë. Gjithë, dhe me thonë, sa herë kom artë të ljabit, diçka e më bardë. Edhe kur jom njësë, për pak jom konë se i pata dhe pantollat e bardha, jom këthy vishë thashtë se adin Helena që më ka thonë i ditë, ti gjithë po vesh është njëjtë. I thash, jo Helena, është këmisha ndryshe, se unë prime kam shumë këmisha të bardha, kam edhe këmisha të zeza. Kryesisht ngjyrat janë bardha dhe ze. Tash kom fillu aty këto na ngjyrë për hir të Helenës. Po, kur erdha, do me thonë, tu bo gati, i kom dru, i kom vesh farmerka, thash më zbona, pra bardë, se gjithë bardë. Thot Helena njëjtë. Gjithë herën e kalume, më konë komplet bardë. Asi për fatë, pantollat s'pi dokën, ish vesh bardë për dokësh. Apet je bardë. Apet je bardë. Po e thëm, kur the bardë, edhe sa herë që e ndëgjej ku më të dikush përvesh në apart, edhe mu më kap një busqeshje, dhe me thonë një kesh me kështu pilesh këtë zemë. Jo, edhe tash dhej sa po flasim këtu në zakonisht për mbraha pa ekipin, edhe ka me kremin ato anën tjetër që edhe e kremi për din që ka më du me të reguse e bardha të na, është dhe me thonë, sa që e përmendit bardhën, është që kjo dhe me thonë temi diskutimit me qesh pa fund. Big Brother unë i vesha, kryesisht dhe me thonë shumicën e këtëre fytyrave që ishin mrenda dhe me thonë edhe diri tek, po e ma shembull edhe tek lundrimit të gjysë finalja u vesh kejt bardë. Dhe një herë, në Big Brotherin ku ishin, ku ka qenë edhe Blero, edhe unë që gjdo jo, po e ma shembull dhe vesha Bleron, edhe një ditë për ditëve dhe më thonë vjen vlavë edhe unë ja qëj teshat Blerës, i merë teshat Blera mrenda, edhe më thotë vjen të unë edhe thotë nga kalli thotë e kremit asë, thotë mi parë teshat bardha urgent dhe të mi qetë mi ja që Blerës. Po ja kena që teshat i ka 2 parë mrenda, jo e thotë bardha kam vynë sonte. A i pëse mëre se sonte ka me dalë minëm të delë pa që bardë për atë jetë. Me dalë pa që bardë. Kërështë që, valë. Si për Obamën që dhe ja zdriti ftyrën. Ja zdriti. Edhe gjithë për thëmë pa që bardë dhe të unë gjithmonë. Po ma pra një setër të bardë. Gjithmonë pa që bardë dhe të unë, pa tjetër. Unë e kritë i kam gjanat bardë dhe ze. Bardë ze, dhe më nuk shef edhe unë e kom pasë, unë ja kom njësë me dalë pak për i unë e për shkak Helenës, ja kom fillu, se i pëlqenë gjyrat njëti sandë me të njëti sandë dhe unë për shkak vajzë, se unë e kom pasë bardë ze për shkak vajzë, si ma bënë, wow, babë, sa bukur për dokër, si ta ndrejt bardë nësë të zezë. Kështu, për fund kësaj bisede, për fund këti emisioni, unë u knaqaj, besoj edhe shikuesit e kam pas një knaqësi sonte, po du mundal, gent të kemi pa në televizion, e këndër prej televizionin, qka? Kime ndu muri këthy, kime ndu me bodi qka, kime ki diqka, në një plan? Po është kërkesë përdiqme, sidomos e prindërve të grupit prindërimi që unë e menagjoj tash e sa vjetë,
dojnë më pa prap të rikëthy, dojnë më pa pikërisht këtë pjesën e prindërimit, të folë tema që pak ma erë djelë ata Genta tha, kur s'kisha pritu më ardhë në një emision për folët për fëmija, dënë se është diçka e përdiqme që e bojme, është pjesa ma e rëndësishme jetës tonë për mendimin temë, pjesa e rritës fëmive. Absolutisht, kur nuk është ponë. Nuk e di, Lab, ndoshta... Unë ja dhash një ide, Lab, i thash nuk do me thonë pa tjetën me naj televizion me prit, tash ka 100 lloj mundësi tjera. Mundësia më e mira, unë për të thamë, derisa është faqja më e ndjeku. Pikërisht ato e gjithë ata njerëz, për ata njerëz tu që i ke aty, mjafton për Facebook, për YouTube. Ata janë audienca më e mirë që më pas. Qërë, mbi gjitha, edhe pse unë jam radio televizioni 21, po prapë emisioni është këgjani shukushmëri të madhe ka edhe të YouTube. Televizioni 21 dhe konsiderohet ma shumë si televizion familjare dhe kështu që i ka gjithmonë do tema, nuk ka kështu tema për më bo virale. Po, mundohu, dhe më thonë, mundohu pa tjetër për mjë kështu televizionit, se dësh me qenë pjesë e televizionit. Nëse jo e televizionit, bilim pjesë e rjetëve sociale, pa tjetër me po me kone edhe emision dështë për YouTube ose për Facebook. Alban, na i kong të re, diçka e re, për shkak se i aknise, ki publiku, dhe që tash periudhën e fundit ki publiku, tash ti qëshor jemi vishë sezona e dosmave dhe për ty po vjen. Sa po i kom publiku 2 balada, dhe më thonë, Aki Zot edhe Helm, në është të mbrane anë një muji. Aki Zot edhe Helm dy qysha jetë. Po lidhet interesant. Ma e thonë drejt, po lidhet pak edhe me qëto pikturat, sone me njeri lidhe këto të Aki Zot, po shkën me këta. Aki Helm paka shumë se edhe me atë skulpturën besa po shkën kjo puna. Me është leta me Helmin para vdekjes. Aki Zot e njoj kështu që po lidhet. Mo kjo, vish për të regoj që s'ka bëj me jetën tem personale, atë se menoj njëzit që zjetë. Jo, janë, po më ndej, kërkesën gjatë gjithë kohës e kam që me pas gjithmonë balada, me pas gjithmonë prezent, dhe më kam pëlqy shumë, po shkaku që ishte koha e Ramazanit, do më thonë, na u imponun mi ba pak ma mrapa Ramazanit, do më thonë, mrana një mujë, ma ndej se i kësha lëshu edhe ma herët. Jënë të pritë shumë mirë për publikut, ka review shumë të mirë, tash jëmë të pregadit edhe diçka ritmike, normal para sezonës verës, që është pak ma, do në ma ritëm, ma gjallni, edhe me projekte që shtu. Okej, në fund kretë komplet kësajna, bashkë me Taulante dhe me Lumin, refrenet bilem s'paku mi këndu live me piano. Në fund, kretë komplet, bisedës, kur e përfundojmë gjithë shkate. Unë ti maj kështu. Djelës, a ka me qenë turniri prap këtë vetë? Në bas 12 dite për bjenë, me 13 qershor, bëhet paka shumë edhe në kuadrë ti programi që është edhe në kuadrë të komunës për shlirimin e Prishtinës e këto. Prishtinës, po se Prishtina është me 11, por që normalisht shtune, kështu që kemi ma let me organizu të shtunën, ti kishem pjesë e saj, edhe po, unë e du tenisin, i du këtë gjitha sportet, po tenisin, skimin, e kam kështu për qefi. Unë që ata, për pas kësaj se këti dire sa të folë, dhe më tonë, pikrisht për këta, unë zakonisht, dhe më tonë, kur du diqka edhe jam shpejt të rjetët socialet e këto, kështu që për gjithë shikuesit, dhe më thonë, për gjithë shikuesit, Ama ti edhe pat e bo masane, kur the nuk fitova, për ka rëndësi pjesmarja, e u pat bua jo video tepër ka qenë shto e hareshme, tepër, ama ka qenë shumë mirë, se edhe, normal të ekipa për cilët edhe me DJ, me muzikë, nuk ka nevoj me ditë ftyrat publike me lujteni, se gjithmonë janë ndihman një profesionist, se po bot një atmosferë shumë e mirë, se Genta ka qenë, Vish Albanin Tavolins ka qenë, si vjetë Alban, Për Albanit të ma. Jo se ditën pak, po, ka qenë. Jonë, ka shumë dhe më thonë që? Po me 13 qershor, kemi ko. Që ku është? Oh, që kjo pjesa. Me rëndësi pjesë, o shumë. Edhe pse falenderit që më kanë thirë se këto që janë aktivitetet fizike shumë ju pritaj. Shumica njerëzve që vim për një me kunjet vetë asë reketin se kam preke, dhe po qaq kom pa talent të shumica tëmbe, që mu shpesh më vjen me përmen, ka qenë edhe ish kryeministri Ramush Haradina, që ka lujt për një me shumë mirë. Ajo shumë sportiv? Ama tenis nuk ish lujt ma herë. Unë drejtë njëri tënë, ti kom registru ma dhe e qikat. Kështu që...
Komi dhe e treka këtu këtë thonë. është sportivi. Edhe adin që Na kena lujt ma shumë. Jo, ka pas shumë këngëtar, do me thonë që ka që përmenim kretë edhe këngëtar që kur njët vetë s'kanë lujt e kanë vazhdu mas ne, kanë marrë orë për me lujt, se është një diçka që ta hek stresin. Vërtet, këtë sportet po tenisën e kam kështu special. Une knasha sonte, faleminderit shumë për kohën, për zë shkapin, e di që është edhe koha që ata dhëtë më shku të shpia urgjent me More, na, në si të më shenë. Na erë koha edhe ne edhe me vlesë. Na, zakonisht flajmë para tunve. Që mora në që ta shumë fillon dita ta mangë shto. E di që këtë vit, dhe më thonë, është viti edhe me ju të regu, që po ju të regoj edhe për fund kështu që edhe me fillimi të regova edhe shikuzve, është hera e parë gjatë këtyre 25 viteve, që në faktikisht unë kom pas edhe fëmin kuadrë të emisionit një Apo? Sa mirë. Kështu që qenë ka një kujtim ekstra ma e... Kështu që unë këtë vit janë isa, dhe më thonë, pa ta fëmijët e juve treve, pa ta vajzën time, pa ta djallin e Arianit, kurse vitin tjetër e di që fëmija e Kremit, fëmija e Lumit, edhe Lumi ka fëmijët kogja të rritur, e do zotit që ta gëzoj zotit edhe Taulantin, livrita Taulant, vitin tjetër edhe të kam... Mu edhe që më pëlqej që kanë moshat të ndryshme, që adin me u pa se kretë jënë fëmi, po moshat ndryshme. Të ke funit kjo fejsë është për ta, uroj prej zanës për kretë fëmit me pas pari shëndetin, edhe pasaj normal që kretë fëmit e meriton me pas lumëtorin, kujdesin dashnin e prindve mas pari. Sepse të e pa gjithë dhe qëfar po ndodhë, kujdesi prindit, dashnia prindit është prioritet. I bashkan gjitë me urimet. Alban, Gjithashtu i bashkan gjitë me urimet, së mundëm ja i ka së prejtë. E i falemderit shumë, ha? Falemderit. Nasirë se labi. Falemderit. Unë për i thëmë shikuesve të radio televizionit, shikuesve të emisionit Një Kafe me Labin që ndrojmë bashkë me ne, për shkak se me njerë pas përfundimit krejt kësaj, dhe më thënë një jingle shumë e shkurtë dhe Albanit e tjetë bashkë me Lumin edhe Taulantin ta përmbyllin edhe këtë natë shënume për ditën më të bukur edhe ditën më të veçantë në botë që është dita e fëmijëve, kështu që jepni dashni sa më shumë, lelajtojni sa më shumë, mundohni nërsa edhe ata fëmijë të cilët fakt ishinin rrugë të lypre moshën, mundohni mi afru nga të vetit, mundohni mi përkra, mundohni ndërsa edhe një dashni për mi u jep, e sidomos ata cilët fakt i kanë hub prindrit, mundohni me shku mi vizitu edhe mi lelatu. Mos harani, sepse gjata një qëshori, djelë dhe përmendi dhe pakës më parë, sepse e ka kampanjën saj përket fëmijëve me leukemi, por edhe të fshati i cili është sot fshati, cilët shumë fëmijë nuk i gëzojnë prindrit sot, shkoni, vizitojni, lelatojni, është dita një qëshori që duhet pa tjetër edhe ti kemi ofër vetës edhe ti lelatojme ata cilët faktikisht nuk i kam prindrit ofër tëre. Jam me fatë dhe falenderu sepse pjesë e imja, pjesë e këti rukëtimi vazhdojnë tjetë Prishtina Tiketi. Falemderit që është pjesë e pandashme imja, udhtoj kudrën për vendet ndryshme të botës. Aromën e kafës e shijoj bashkë me ju shikues falë Pavin Kafes. Falemderit shumë që është pjesë e imja e pandashme. Mos të haroj sepse pjesë e imja është edhe Aria Petrolli që është e vetëmja në Arlat, por së shpejti do zgjerohet. Unë thëmë gjithmonë e vogël, por sherin e madhe ka. Është e vetëmja, por sheri i madhe në Kosovë. Kështu që shkojni vizitojni Javlen. Unë ju e dini tash e tutje, sepse udhtoj kudo në për Bregdete bashkë me Prime Travel. Faleminderit që është pjesë e imja që mas parti edhe ju i besoni që ta përzgjani fluturimin tuaj në destinacionin e duhur për t'i kaluar pushimet verore. Valone, faleminderit për mundësin për gjithçka që është pjesë e imja emisionit Një Kafe me Labin, por busqeshja ime është falë Teleku Dental. Faleminderit Arti Teleku që është pjesë e këtij rrugtimi. Bashkë me Një Kafe me Labin, faleminderit Arian Havollit, faleminderit stafit palellshëm edhe të Një Kafe me Labin dhe timit, e përfundojmë gjithçka bashkë me Albanin, me Lumin dhe me Taulantin. Shikim të barë me radio televizionin niste. A ke zoti, a
dashni shkon, sa shumë bani dam. Kjo dashni shel, rëndi kur shumë paskane. Kjo dashni